Mendoj se kjo është një situatë shumë e dhimbshme në fakt dhe na bën të reflektojmë dhe ne si shoqëri, por edhe si familje. Ne si fondacion dhe unë kryesisht si punonjëse sociale, kryej vizita të shpeshta të moshuarit që unë kam të regjistruar tek lista ime, por duhet kuptuar se ata kanë probleme të shpeshta dhe ashen shpejt me probleme të shpeshta, domethënë siç janë sot nuk mund të jenë nesër. Dhe pikërisht për këtë fakt mendoj se mbështetja dhe prania e familjarëve për ta është shumë e rëndësishme. Duke qenë se mosha e tretë është gjithmonë në rritje, normal që dhe kërkesat ndaj tyre janë shumë të mëdha. Ne në fakt kemi një bashkëpunim shumë të mirë me qendra shëndetësore, ku ata na mundsojnë dhe këtë lidhjen e munguar ose këtë lidhjen pezull që mund të krijohet mes nesh si punonjës social dhe të moshuarit, ku na japin sa më shumë raste të moshuarve që kanë nevojë, si për vizita në qendra shëndetësore, shoqërime në spitale, ndihmës në pazaret dhe çdo gjë që ata mund të bëjnë në përditshmëri. Vlen të theksohet në fakt që të moshuarit duhet të ndihen të vlerësuar në fakt dhe ajo çka ne bëjmë kjo është që ata të ndihen vlerësuar dhe të mos lihen vetëm. Ka raste nga më të ndryshme në fakt, po emigracioni është ajo masivja, domethënë. Të moshuarit ku ne shkojmë, shumica prej tyre, familjarët i ka jashtë vendit, normal për një jetesë më të mirë, fundja për t'ju siguruar dhe atyre një jetesë më të mirë, duke ju dërguar një të ardhur bazë që ata ta kenë për të kaluar ditën e tyre edhe muajin. Normal që trendi sa vjen nuk mendoj se ka arsye të tjera. Kjo është pjesa kryesore. Ndërkohë ka dhe raste në fakt që janë të vetmuar në pjesën që nuk kanë fare familjar, nuk kanë krijuar familje dhe janë të vetmuar fare. Dhe kjo është ajo që na lëndon më tepër, sepse në momentin që ne shkojmë, ajo trokitja në derë tek ata është shumë e rëndësishme sepse askush nuk ju hyn në banesë dhe kjo është kontakti vetëm që ata kanë me njerëzit edhe me dikë të jashtëm. Në fakt, nevoja që ata kanë është nevoja për persona që t'i vinë në banesë, domethënë vizita të shpeshta. Vlen të theksohet në fakt që të moshuarit, një telefonatë që mund të presin nga ne, apo një vizitë e shkurtër nga familjarët e tyre, nga të afërmit e tyre, është shumë e rëndësishme dhe ndikon shumë tek ana emocionale dhe psikologjike e tyre, normal që në mënyrë pozitive. Por gjithsesi dua të theksoj dhe pjesën më kryesore në fakt, ku kujdesi për të moshuarit nuk është më vetëm një përgjegjësi vetëm e një familje, po është përgjegjësi e përbashkët e institucioneve, e komunitetit në tërësi, por dhe institucionit bazë që është ajo e familjes. Në rastet që ne shkojmë, zakonisht fëmijët për të patur një mendje të qetë dhe për të parë që vërtet prindrit tyre është mirë, mundohen të punësojnë njerëz për të kujdesur për ta. Gjithsesi, ne në bashkëpunim me zyrën e punës kemi bërë të mundur që disa të moshuar të mbulohen nga disa punonjës që janë me kohë të pjeshme nga zyra e punës. Pra kryen vizita ditë për ditë nga këta punonjës, duke i bërë të mundur pastrimin, duke i bërë të mundur ushqimin, duke i bërë të mundur pazaret që ata ka nevojë, dhe ky është një vizitë e shpeshtë që bëhesh nga ata. Pra është në një interval të gjatë kohor, për një vit, është bërë e mundur ky bashkëpunim që dhe ata të jenë sa më të trajtuar. Absolutisht në fakt është diçka shumë e dhimbshme dhe këto janë lajme vërtet që na trishtojnë shumë. Por duke qenë se numri është gjithmonë në rritje, mendoj se ka nevojë për më tepër punonjës normale dhe ndryshim të politikave sociale për t'u drejtuar konkretisht kësaj grup moshe dhe për ta bërë atë të ndihet më mirë dhe të ndihen dhe të rëndësishëm thuajse në shoqëri, duke qenë se kanë dhënë për këtë komunitet. Për një situatë më të mirë, normal që zgjidhjet në këtë aspekt janë të pakta, duke qenë se dhe të moshuarit janë skeptik për njerëzit që do ju qasen në shtëpinë. Në momentin që ne shkojmë te shtëpitë e të moshuarve, është ky skepticizëm, kush jeni ju që do na vini në shtëpi? Një zgjidhje normal që ka në momentin, duke qenë se ne zbatojmë një projekt 3 vjeçar, mendoj se e mira do ishte
të vazhdonte ky projekt, që edhe të moshuarit nëpërmjet dhe mediave normal të informohen që ky kujdes vjen dhe është normal institucionalizuar si nga ana e Këshillit të Qarkut, si nga bashkia, por edhe nga fondacioni, që ata të jenë të njohur dhe të mos tremben dhe të mos tepen nga këta persona që do i hynë në familje. E theksoj dhe këtë të zyrës të punës, që është një projekt në fakt që do jetë në vazhdim e mësipër, sepse po vazhdon domethënë dhe ky një vjeçar është i mbuluar nga këta punonjës. Normal që duhen akoma më tepër, sepse përsëri janë shumë të moshuar dhe ato gra përsëri janë shumë pak për të kujdesur për të gjithë të moshuarit, por përsëri kemi të mbuluar një pjesë të konsiderueshme të moshuarve. Mendoj se ka mundësi për të bërë akoma më shumë, duke qenë se numri gjithmonë është dhe në rritje, dhe ka normal që ka dhe të moshuar që nga ne nuk janë trajtuar, sepse ndodh kjo kthimi nga emigracioni ose ikja nga emigracioni, që ne kur kemi bërë regjistrimet, të moshuarit nuk kanë qenë në banesë, dhe ndodhin dhe këto raste të tilla që nuk janë evidentuar nga ne. Por në bashkëpunim me qendra shëndetësore ne gjithmonë marrim raste që janë më shqetësuese dhe ka nevojë për një ndërhyrje direkte për t'i dhënë një shërbim sa më të duhur dhe ato çka ai vërtet ka nevojë. 200 të moshuar trajtohen në qendra ditore nga kujdestarët që ndodhen aty dhe nga ne punonësit social, ndërkohë që dhe vizitat në familje janë në një numër 300 të moshuar, dhe më pas disa zonja të cilat kujdesen për 40 të moshuara, si me pazare ditore, si me marrjen e ilaçeve dhe çdo gjë të mundshme që ato kanë nevojë. Këto raste po kanë kujdes të përditshëm, ndërkohë që raste 300 të moshuar që kemi ne si punonjës social, janë raste që merren në telefonat, bëhen vizita të shpeshta, por jo ditë për ditë.